kthy prej bllokut të parë të marketingut, me neve sonte është edhe Enver Quçaj nga lëvizja e Deçanit për shqiptarët, do të kiti për Enver, sigurisht. Mos Enver, ka kiti fjalë për ulsin për ta hapur fjalën tyje. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit që më keni ftuar. Faleminderit ekipit realizues. Po. Çka ky dy fjalë se ulsi po thotë që Skënderbeu nuk ka ekzistuar, e kanë mitizuar, është si Osama bin Ladeni, çka mendon ti? Jo, nuk thot ashtu, ka ekzistuar. Profesor, më falim të pyet thon, po. Unë mas pore po më çudit s'di pse për thërnë këtë. Kjo është një anti-shqiptari përbetuar. Kjo Amerikën me mojtë zhduk për tokës. Kjo s'di dhe të falë, a po me të pyet çfarë kombi je? Shqiptarët. Që din vetën? Jam Nipja Santostit, që ka qenë ministër i Zogut, kryetari ballit kombëtar. Shqiptar apo çfarë? Do të thënë rrjedh nga një familje shqiptariste në një kohë që ndoshta babgjysh jot i thoshte vetes turk elhamdulillah, kur ju keni thënë turk elhamdulillah, ne në Shqipëri thonim jemi shqiptar elhamdulillah. Kush ka thonë turk elhamdulillah? Shumë në Kosovë, nëse do lexojmë Esat Mekulin, poezinë e tij turk elhamdulillah, deri në vitet 40, shumica e kosovarëve derisa erdhi Italia fashiste me Ernest Koliqin, shumë mendonin që ishin turq. Emrin ju zotnia e keni turk, apo jo? Si e keni emrin? Në kovanin John. John. Jo, emrin pasosh, jo emrin që ta ka dhënë. Çish punën pas. Emrin pasaport e ke. Letër njoftim po. Po. Enver. Pra, e ke emrin turk. Anvar. Dhe kjo tregon, Po, dhe kjo tregon origjinën dhe e kulturës turke që ju keni. Jo. Gjyshin si ta kanë qujt, babën si ta kanë qujt. Prit. Ma tregos si ti kanë qujt parë të tu, që do them se kush je. Po bëjmë kur s'kan gjinu. Si e ka pat emrin? Rustem. Bravo. E ka pat emrin. Po gjëgjë ti, ai e ka pat iranian. Rustemi është hero iranit. Kupton apo jo? Pra. Qëto na kemi bërë lëvizjen e Deçanit. Për më kthy në folinë të parëve tonë, si këtë qenë. Të parët slav, përpara se të vinin turqit. Shqysh? Parët slav. Ja, krishten po foli. Po slav? Këtu, përpara se të vinin turqit edhe osmanët, ju keni qenë slav. Kusht ka rrajt tyje? Këto thot historia. Kusht ka rrajt? Këto thot historia. Unëre, cila histori? Të nëse ushqesh për historisë të raftarëve, si kursi e teja, ajo është tjetër sen. Ka, apo më të rëgën të qka? Që sa na e në shqiptarë, hajtë si pas teje? Se të kom po një emision aty në TV Macedonisë, të ishe shqiptarët janë Macedonët edhe Grek janë i ka formu turku, si pas teje, po? Po, arsye pse ju zotni e keni emrin turk, tregon influencën e Turqisë. Shqiptar që sa ekzistojnë si shqiptar, si kom. Lutëm e letë, lutëm se... Jo, të lutëm të ulim pak dozën e... Unë e kom natyrën që është. Lutëm se në shqiptarë jemi në rath para vëllai dashur, jemi shqiptarë. Jo, kë si pas tina në pas me qenë slav. Më fat lutëm veç pak. Si pas tina pas me qenë slav. Jo, nuk është lutëm. Që ta që të përqe, unë njëva... Po ti shkove ashpër edhe ai të kthe ashpër, të lutëm të thani. Ne jemi të bëj një debat interesante. Po të përse, po këj ka drejt me shprej mendimet e veta. Po mirë veç ma... Kjo ngajt e tash, basi e mërë. Kjo mu po më të regon qka jam une. Ama të heqim fjallet rrethare, të disputim pak. Nuk pajtosh me pikpajmet. Ti nuk pajtosh me to, edhe pa unë si nuk u pajtova me të shumë sene, dukur pajtohen, dukur më spajtohen. Jo, po profesor, po të lutem lejnë në të tarë. Kjo për të më qunë slav, që po pretu në përqofte? Jo, ti the do këthemi tek origjinat parve, edhe të thashe, origjinat parve të tu, këtu në Kosovë, kanë qenë slavët, sërbët. Nëse do më këthyte sërbët, shumë mirë. Pore tonë kanë qenë paganë. Ka erdhëm na, si shqiptor të regëm sashtë. Nuk ta di origjinën tate familjare. Por ta di që emrin jot dhe emri i gjyshit tat, i babës tat, janë turqe dhe iranian. Pra, ti duhet me e pyet, fal babën tat, pse ka patur emër iranian? Duhet me pyetur pse të ka vënë këtë emrin turk, duhet me pyet gjyshin tat pse ka patur këtë emër arab. Ne i kom pyetën. Se doda i pare krishterë që ka qenë, unë jem gjenerata 11, të me thonë 11 gjenerata propa, doden e kanë rrej stëpcë, a babën e dodës e kanë prej kryt. Nëse s'ka pranu me bo turk. Edhe doda ka pranu me zërë. Pas ka qenë nga raq. Qysh? Pas ka qenë frikacak. Pas ka qenë frikacak? Pse ty me ta e kryt që ashtë në pranan me më bo kolla? Jo, asjerë në botë. A pranan? Jo. Ne shqiptarët musliman kemi historinë e Sav Batares,
i cili në Malzi kërkonte që të na konvertonte në krysha si puna jote dhe kena na pranu plumin edhe nuk kemi bë krysh. Kemi rastin e çamve në Çamëri që ai renegati Napoleon Zerva ishte shqiptar si puna jote, i tha i doni tokat çamve, doni të rini këtu në Greqi. Boni krysha si puna jote dhe nuk pranuan. Dhe nuk pranuan. Dhe vdiqën. Tjerë në Greqi. Hyra të tjerë. Tradhtori iku. Ma, tjera herë mos hajde ti. Ja, ma, se s'ban. I kemi së mëzirë ta legena provokatorë. Zirë në emision se ka për... Juri, gjithë mira? Olsi, trutëm, ajde njerë para kamerës të kërkoj fale të mbillim, se nuk i kësha para pasë. Ja, para kamera, s'ka para kamera. E më mbyllmi kështu. Thank you very much. Po mos e sekondisht më rrot. Trutëm, oshos, nale pak shtu. Ajde të alë qumë të kamerët e jo. Qysh? Hebe, nuk i ardhë me bësë, ne bëjmë debat që kemë soha. Pa në te. E ullë profesorën e mbyllë më në te. Oshos, nale pak këtu, Nga të këni. O, ullë profesor ta mbyllë me se ullë